Horoskopi ditor, 6 qershor. Dita kur maskat bien dhe gjithçka bëhet e qartë. Ka ditë kur njerëzit arrin të fshehin qëllimet e tyre. Ka ditë kur situatat mbeten të paqarta. Por 6 qershori nuk duket si një nga ato ditë. Energjia e kësaj dite mund të nxjerrë në sipërfaqe të vërteta që kanë qëndruar të fshehura për javë ose muaj. Disa njerëz mund të kuptojnë kush është vërtet në anën e tyre. Të tjerë mund të zbulojnë se një mundësi ka qenë shumë më afër nga sa mendonin. Një reagim i vogël, një fjali e vetme, një veprim që askush nuk e priste. Dhe pa pritur gjithçka bëhet më e qartë. Prandaj dëgjoje me kujdes horoskopin e sotëm, sepse për disa shenja kjo mund të jetë dita kur paqartësia merr fund. Dashi. Një situatë që të ka mbajtur në pritje mund të fillojë të japë përgjigje dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa dyshime nuk kanë më arsye të vazhdojnë. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush po tregon fytyrën e tij të vërtetë. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë se cili drejtim meriton energjinë tënde. Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person. Mos u nxito të japësh gjykime të menjëhershme. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse vëzhgon me kujdes para se të veprosh. Nëse arrin të shohësh përtej fjalëve dhe të kuptosh veprimet, mund të fitosh një qartësi që do të ndikojë në ditët në vazhdim. Demi. Një e vërtetë që ka qëndruar e fshehur pas rutinës së përditshme mund të dalë në sipërfaqe dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk kanë qenë ashtu siç dukeshin. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një shqetësim që ke mbajtur brenda nuk ka më arsye të të ndjekë. Në punë, një informacion mund të të japë më shumë siguri për atë që po ndërton. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqertë mund të largojë një paqartësi të vjetër. Mos u kap pas versionit të vjetër të situatës. Kjo ditë mund të të tregojë se realiteti është ndryshe nga sa e kishe imagjinuar. Nëse arrin të pranosh atë që po shfaqet, mund të ndihesh shumë më i qetë dhe më i sigurt. Binjakët. Një komunikim mund të ndryshojë krejt energjinë e ditës dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa përgjigje po afrohen më shpejt nga sa kishe menduar. Një moment i vetëm mund të të tregojë se ajo që kërkoje nuk ishte larg, por thjesht e fshehur mes shumë zhurmës. Në punë, një bisedë ose një mesazh mund të hapë një perspektivë të re. Në marrëdhënie, një person mund të shprehë më në fund atë që ka mbajtur brenda. Mos u shpërnda në shumë drejtime. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse fokusohesh tek ajo që ka vërtet rëndësi. Nëse arrin të dëgjosh me kujdes atë që po të thuhet, mund të kuptosh diçka që do të ndryshojë mënyrën si vepron. Gaforja. Një ndjenjë që e ke pasur prej kohësh mund të marrë më në fund konfirmimin që të mungonte dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se intuita jote ka qenë në drejtimin e duhur. Një moment emocional mund të të tregojë diçka që nuk mund të shpjegohet vetëm me logjikë. Në punë, një zhvillim i vogël mund të sjellë më shumë qartësi për javën që vjen. Në marrëdhënie, një reagim ose një afrim mund të largojë një pasiguri që të ka shoqëruar prej kohësh. Mos kërko prova për çdo ndjesi që ke. Kjo ditë mund të të tregojë se disa të vërteta kuptohen përpara se të shpjegohen. Nëse arrin të dëgjosh më shumë veten, mund të fitosh siguri të madhe. Luani. Një situatë që dukej e qetë mund të marrë një kthes të papritur dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se dikush ose diçka nuk ka qenë aq e parashikueshme sa mendoje. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një përgjigje që prisje prej kohësh ka qenë shumë më afër nga sa kishe menduar. Në punë, një zhvillim mund të të japë mundësinë të tregosh aftësitë e tua në momentin e duhur. Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të zbulojë emocione që nuk janë shprehur më parë. Mos u mbështet vetëm tek përshtypjet e para. Kjo ditë mund të të tregojë se realiteti është më interesant se sa duket në sipërfaqe. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të fitosh avantazh të rëndësishëm. Virgjëresha. Një detaj që të tjerët mund ta shpërfillin mund të bëhet arsyeja pse kupton diçka shumë të rëndësishme dhe kjo mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë.
Një moment i vetëm mund të tregoj se një paqartësi nuk ishte aq e ndërlikuar sa dukej. Në punë, një informacion i vogël mund të ketë ndikim më të madh se sa mendon. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqert mund të largojë një keqkuptim që ka qëndruar prej kohësh. Mos e mbingarko veten duke analizuar çdo mundësi. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse fokusohesh tek faktet dhe jo tek frikrat. Nëse arrin të shohësh atë që është përpara syve të tu, mund të fitosh një qartësi që të ka munguar. Peshorja. Një situatë që ke përpjekur ta mbash në ekuilibër mund të të detyrojë të zgjedhësh një drejtim më të qartë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa vendime nuk mund të shtyhen më. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një e vërtetë që ke shmangur po kërkon vëmendjen tënde. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë ku duhet të investosh energjinë. Në marrëdhënie, një reagim i sinqert mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një person. Mos u përpiq të kënaqësh të gjithë. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse je i drejtë me veten. Nëse arrin të zgjedhësh pa frikë, mund të ndjesh një lehtësim të madh. Akrepi. Një gjë që ka qëndruar në hije mund të dalë më në fund në dritë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se intuita jote ka qenë shumë më e saktë se sa kishe menduar. Një moment i vetëm mund të të tregojë se dikush nuk është ashtu siç është paraqitur deri tani. Në punë, një informacion i rëndësishëm mund të të jap avantazh që të tjerët nuk e kanë ende. Në marrëdhënie, një bisedë mund të zbulojë emocione ose qëllime që kanë qëndruar të fshehura. Mos vepro menjëherë vetëm sepse zbulon diçka të re. Kjo ditë mund të të tregojë se forca më e madhe është të kuptosh situatën përpara se të reagosh. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të fitosh shumë më tepër nga sa mendon. Shigjetari. Një mundësi që dukej larg mund të afrohet me shpejtësi dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra po ndryshojnë më shpejt nga sa prisje. Një moment i vetëm mund të të tregojë se koha e pritjes po mbaron dhe se është momenti për të vepruar. Në punë, një zhvillim i papritur mund të hapë një rrugë që nuk e kishe marrë seriozisht deri tani. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqert mund të largojë një paqartësi që ka qëndruar prej kohësh. Mos e humb energjinë duke menduar për gjithçka që mund të shkojë keq. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse fokusohesh tek ajo që mund të fitohet. Nëse arrin të lëvizësh me vendosmëri, mund të hapësh një kapitull shumë më interesant. Britsjapi. Një situatë që e kishe organizuar me kujdes mund të kërkojë një qasje më të lirshme dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se jo çdo gjë duhet kontrolluar deri në detajin e fundit. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një ndryshim nuk është kërcënim, por mundësi. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë cilat prioritete kanë vërtet rëndësi. Në marrëdhënie, një reagim i qetë mund të sjellë më shumë rezultat se sa shumë fjalë. Mos kërko të mbash çdo peshë mbi veten. Kjo ditë mund të të tregojë se disa gjëra ecin më mirë kur u jep më shumë hapësirë. Nëse arrin të pranosh atë që po ndryshon, mund të fitosh siguri më të madhe për vazhdimin. Ujori. Një ide që të vjen papritur mund të bëhet arsyeja pse e sheh krejt ndryshe një situatë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se një zgjidhje ka qenë më afër nga sa mendoje. Një moment reflektimi mund të të tregojë se nuk të mungon përgjigja, por vetëm guximi për ta ndjekur atë. Në punë, një mënyrë e re të menduari mund të të jap avantazh aty ku të tjerët shohin pengesa. Në marrëdhënie, një komunikim i papritur mund të sjellë afrim ose qartësi. Mos kërko miratim nga të gjithë përpara se të veprosh. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse beson tek mënyra jote e të menduarit. Nëse arrin të mos dyshosh tek vetja, mund të hapësh një derë që deri tani nuk e kishe parë. Peshqit. Një ndjenjë që e ke mbajtur në heshtje mund të bëhet shumë më e qartë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa përgjigje po afrohen më në fund. Një moment emocional mund të të tregojë se ajo që kërkoje nuk ishte aq larg sa mendoje. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë drejtimin që duhet ndjekur gjatë ditëve në vazhdim. Në marrëdhënie, një reagim ose një afrim mund të zbulojë emocione që nuk janë shprehur më parë. Mos kërko logjik për çdo ndjesi që ke.
kjo ditë mund të tregoj se intuita jote është një nga forcat më të mëdha që ke. Nëse arrin të dëgjosh atë që po të thotë zemra, mund të fitosh qartësi dhe qetësi. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën maskat nëse mendon se kjo energji lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.